veton, kur kam vetë shoqë mia që kam e pyet vetonin, ata gjithë kanë thënë, vetoni pse ke lënë politikën, pse s'ke arë se kishim votu për ju, do thotë, është një pyetje, ju që qëndroni ju në Kosovë, ta çka po mendoni përgjithsisht për situatën në Kosovë, roli jut në Kosovë, çka është? Roli im ka qenë gjithmonë, domethënë, ligjerimi publik. Kam filluar të shkruaj gazetar, në kohën e ndryshimit të rënies së murit të Berlinit, kam qenë njëri prej prizve të lëvizjes paqësore, të organizatorëve të asaj kohe, vendimet kryesore të asaj kohe 89, 90, 91, 92 i kemi bërë bashkë, natyrisht në kryesimin e Ibrahim Rrugovës, dhe e kam parë rolin tim si kontribues, domethënë aty ku mund të ndihmoj, kam ndihmuar në procese negociatore në Rambuje, në Vjenë, e shpreh mendimin tim publik, ende pa frikë. Ja. Kështu që lumi juaj. Kështu që kjo është pak a shumë. Domethënë, ne që jemi rrit në atë periudhë të ndryshimeve dramatike të këtij vendi, ne nuk jemi marrë me politikë, politika është marrë me neve. Dhe pastaj ne kemi fillu të ndijmë se kemi nevojë me dhënë një kontribut tonin. Dhe pak a shumë një kënaqësi shumë e madhe, vendi është i pavarur, jemi çliruar, kemi qenë në një gjendje jashtëzakonisht dramatike, historia ka mund të na çojë në drejtimin e kurdëve, të na ndajë, të na shpërndajë në përbot, jemi në vendin tonë, jemi të lirë. Shqyr, po. E çka keni ju për pozitive, do thotë, në çfarë mënyrë je optimist, jeni optimist për Kosovën? Optimizmi për Kosovën është tek kapaciteti transformues i kësaj shoqërie. Mos të harrojmë, në vitin 1945, Kosova ka pas dikun 92 apo 93% analfabet. Më thonë, prej asaj shoqërie që nuk ka ditë të lexoj, kemi mritë një shoqërie cila ka, më thonë, sistem vetë arsimor e tjera. Momentet kthesë, për shumë prej vitit 1966, me rënien e Rankovićit, në vitin 1968 me ndryshimet kushtetuese të Kosovës, deri në vitin 81, pra për 13 vjet, Kosova ka bërë rindërtim të jashtëzakonshëm. Në momentin kur ka pas pushtetin e vet. Shumica në Kosovë ka bërë një ndryshim të madh. Rezistenca ndaj Miloševićit nga viti 89 dhe tutje 88, 89, ka tregu fuqinë e popullit. Do thonë, ka pas një lëvizje nga viti 1988 të 100.000 njerëzve që kanë dalë në rrugë. Ka tregu kapacitetin e popullit për transformim, për rezistencë, deri te lufta e UÇK-s. Pra, tash janë sfidat më të mëdha dhe janë sfidat e atilla që kërkojnë prap një angazhim të plot të shoqërisë, sepse kemi të bëjmë me transformim historik, çfarë ka qenë për shembull rënia e murit të Berlinit. Unë mendoj që ka shumë shqiptarë që nuk janë vetëdijshëm çka keni mbri. Çish po thoni ju, ama rinia janë linë mas luftës edhe deri diku e din që popullsia ka vujt e sen, po më kanë ma shumë të vetëdijshëm çka keni mbri. Unë kam shumë shpresë në shqiptar. Ju keni do krikere, nuk e di çish me thonë veç, çka keni mujt me mbri, e çfarë pasuni, më vjen keq që kanë harxhu në shtëpia, në vend biznesa, po nese, ju keni edhe çka keni mbri jashtë. Kam e njoh shumë familje që kanë mbri deri në top aty në Gjermani, në Zvicër, edhe në Amerikë, ju keni një farë kapacitet që është magjike, më serioze për mu, që është keni mujt me mbri ka shumë, duhet me pas ma shumë vetë besim, që mundeni për një me kriju një shoqërie që është duhet, veç me hek qatë gjelozie, qatë, me fajsimi njeri tjetër, me thanë, krejt keq për çka këti.
You know, me bashku edhe gjithmonë bo. E keni në anglisht, e keni shprehje të mirë, navel gazing. Yeah, navel gazing, exactly. Dhe më thonë, kur të shikon kërthizën tënde, kretë kohën. Momentin kur e shikon kërthizën tënde, atër nuk shek kur gjë tjetër. You know, ju jeni shumë shfrytëzim passionate për Skanderbeg. E çdo ditë po kaloj statuë Skanderbeg. Skanderbeg ku je? E kam një çfarë gjeni me Skanderbeg, diçka e kam me këta. Po të përgjigjet. Po thot unitet, po thot unite the clans, bashkoni fisat, bashkoni ju shqiptar. Çdo herë kur vjen të dilinjen për shembull Skanderbeg edhe në Facebook chat po qesin Skanderbeg po them dëgjoj këtyre çat njerit Skanderbeg një sen ka qenë bashkoni duhet më kanë me një mendim jo fisat të ndryshme kundër njëri tjetrit ajo është mesazhi që Skanderbeg tamam është të qeveria që ndërtesë qeverisë aty përballë edhe come on you guys let's get it together. You know? Edhe në tjetër është për migrim. Qysh me bin rinia me pas qatë vetë besim në vetë vetin edhe në shoqnin e tyne edhe me kulturën shqiptar, me vlerësu kulturën e tyne që është e veçmas, it's unique, është unik në krejt bot. Do pikat që jeni ju shqiptar, ju keni një gjak, ju keni një shpirt që është vetëm shqiptare kanë ata, që duhet me prezervu. E qysh me bind ata rinia me u kthy, ose mos më shku hiq, ose kur shkojnë me ediku për 2 vjet, me u kthy këtu edhe me dhanë me ndihmu Kosovën me më kriju qatë shoqni që duhet. Këtu janë 3 përgjigje. E para është normale, është jemi në konkurrencë, jemi në treg të madh evropian, jo vetëm treg të madh evropian, po botëror të punës. Pra një fëmijë i cili e mbaron gjimnazin edhe nështë do me shku me studiu, e ka të hapuna rrugët, ja gjenë, shqiptari i Kosovës ja gjenë vetës rrugën në drejtim. Pra çështja është qysh me kriju fuqi magnetike në vend, që me e tërheq më shumë këtu, se sa atje. E dyta është që duhet mësohemi me faktin se jemi shoqëri evropiane. Dhe shoqëri evropiane në të cilën ai që jeton në Zürich dhe ai që jeton në Londër, ai jeton 5 ditë të javës atje, po mund të hyp në avionit të premten mbrëma dhe të vi këtu. Dhe kjo paraqet një formë të re të jetesës. Domethënë pothuajse policentrike, i ki shumë qendra të jetesës tonë. E treta dhe ndoshta po aq e rëndësishmja është që duhet të marrim te niveli ku e kemi këtë lëvizjen e kthimit lidhet me një sinergji për ndërtimin e vendit. Domethënë Kosova ka një arsye pse duhet jetë shumë më zhvilluar. Njëra prej arsyeve të mëdha është gjithaj potencial që kemi jashtë të njerëzve të edukuar, njerëzve që kanë dëshirë. E tash është momenti me u kthy edhe me bë diçka çka kanë mësuar jashtë. Duhet ta marrim atë momentin e sinergjisë çfarë ka pas Polonia ose çfarë ka sot, dhe tash po flasim për shtetin i cili ka ekonominë e 4 në Evropë, mos harrojmë ajo Polonia e cila në gjeneratën tonë e kemi majtë mend si një vend të varfër kur vinte në Jugosllavi këtu. Pra, ekziston mundësia. Është shembull i mirë për ju. Po. Tamam, po shpresoj që ju do të keni shenje you will have examples like that. Shembuj përpara juve, edhe me pas qatë vetë besim, edhe qatë dashuri që keni për Kosovë, që keni për shqiptarizmi, do thot me shpreh, me aksion, me veprime, jo veç me mendu për familjen e vetë, masë që të parën, ato, your ancestors, të parët, po, kanë luftu ka shumë shekuj për këtë vend, mu kanë e lirë, që tash jeni lirë, e tash me kriju qatë vend, pa gjelosi,
pas, së bashku si një popull, edhe me vlerësu qatë popull si një popull me një mendim për të ardhmen.